Unë nuk jam dakord për mendimin tim, është gabim, që kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një takim me disa që quhen lider evropian ka thonë atë që mund t'jetë vërtet, po që ne nuk duhet të themi se qeveria e Edi Ramës është qeveri e drogës, e korupcionit. Unë nuk mendoj që kjo është strategjia që duhet ndjekin udhëheqësit tanë, qoftë të opozitës, qoftë liderët. Natyrisht që përpara votuesve shqiptar, ato mund të thonë këtë nëse kanë fakte, megjithëse për sa i përket korrupsionit, është diçka që është qesherake se të dyja partitë janë përfshirë në korrupsion, po mund të thonë që të dunë në shtëpinë tonë, para votuesve tonë. Por jo, mendoj unë tek udhëheqësit evropian, dhe pse mendoj unë që këta ose nuk kanë mësuar asgjë, edhe pse kanë qenë prije zgjohet venit që nga 90 deri tashti, ose s'kanë mësuar asgjë se si funksionon Evropa, ose këto nuk e çajnë kokën për adejon, për vendin, për shtetin, për kombin, edhe vetëm janë të interesuar sikur edhe ranoj, edhe bomba atomike të hudhin bota helme, më falni për shprehjen, mut nga qielli mbi Shqipërinë, vetëm ata të marrin pushtetin. Kjo nuk është e drejtë. Pse? Evropa nuk vjen të spastroj qeverinë e Shqipërisë, as ta zgjidh, as ta hedh poshtë, sepse ajo mund të jetë përfshime në korrupsion. Ajo thjesht nuk të pranon Evropë. Pra, në qoftë se ne mund të ngrejmë më të madhe që Partia Socialiste, qeveria që ishën pushtet, i vodhi votat, kjo është diçka që mundet në japin neve të drejten të përsërisim zgjedhjet, të mos e njohë Evropa këtë që ka ardhë nga mashtrime, vjedhje dhe jo nga vota e lirë. Kjo është dakord. Por që të thush që qeveria që është në pushtet është qeveria korrupsionit dhe drogës, që mund t'jetë fare mirë. Nuk bën asgjë se s'vjen që Evropa të ndroj qeverit, populli ndron, po veç se bën të keqen e madhe që i hap sytë Evropës që mos na pranon neve në Evropë. Kështu që ti si bën ai të keqe Edi Ramës, as qeveri socialiste. Në qoftë se i thu Evropës që këta janë të korruptuar, këta janë në drogë, janë kush e di se çfarë, për arsye se thjesht ti po i bën thirrje atyre që mos pranojnë Evropë, Shqipërinë në Evropë. Pra në qoftë se Edi i fiton zgjedhjet, në qoftë se Partia Socialiste i fiton zgjedhjet, edhe në qoftë se zgjedhjet njihen si të rregullta, edhe në qoftë se është qeverinë korrupsion, qeveria korruptume, ato nuk vin të ndrojnë qeverinë për këtë. I takon popullit shqiptar, por çfarë bëjnë ave neve kufinin të thane, pra ti bën të keqen shtëpistate, shtetitat, popullitat, familjes sate, njerëzve të ruj, kur thejmë familjes, nuk thejmë burit, grus, nusës, ku të t'jun qajnë këta fëmivet, po thejmë familjes madhe, klanit, që nuk i lejnë të marrin pasaportat evropiane. Nuk mendoj, është një lloj që ti ke problemet e tuja në shtëpinë tate, por ata i mamër në shtëpisë. Nuk është i zgjidhi bota, ka gjëra të tjera që mund t'i bish përpara Evropës. Jo drogën, jo korrupsionin, këto e bjen para popullit atë, nëse populli mendon që ti je i pastër, ata janë të korruptuar, atëherë ngrihen që janë të korruptuar qeveria socialiste për të votuesit e tuaj.
Në qoftë se ngrek e Partia Demokratike, atëherë nuk ka problem se ti thuj çfarë dush. Partia Demokratike thuj çfarë dush, janë simpatizantët e tuj. Por në qoftë se do të marrësh njerëzit e lëkundur, atëherë ti duhesh me qenë më i kujdesshëm, mendoj unë, por ta selmosh atë në qoftë se është i korruptuar në të gjitha format, në gjitha mënyrat në Shqipëri, në brenda kufive të Shqipërisë, tek votuesit e tuj. Por ja jashtë, atje duhet ta mbrojmë shtetin, për arsye se atë shtetet qeveri do të marrësh ti nga ato shina në atë stacion ku e lanë Edi Rama qose ta lej, e do ecësh përpara. Edhe duhet të shkojmë në Evropë. Në qoftë se fut Edi Shqipërinë në Evropë, bravo i qoftë, është mirë për ty. Duhet të gëzohesh. Në qoftë se fut ti, natyrisht do të gëzohemi ne. Një nga ju duhet të fusi, por mos pengoni hyrjen e Shqipërisë në Evropë thjesht se doni ju karrikan. Mo këta nuk më pëlqejnë. Këta nuk janë strategjitë të duhura. Këta janë ata që më përshtirosin me udhëheqësit, me politikanët që kanë një urrëtie që s'ma heq as më rëngen për këtë lloj, për këtë soje sërallop, këto njerëz pa fytyrë që vetëm e shohin interesat e veta dhe nuk do të dinë për popullin e kombin kujt i marrin votat që duan të prinë. Sami Gjoka ju përshëndet.